është shumë normale ta mendoje një dëgjues se a ka Bujar Osmani përgjegjësi për ata që ti thua se duhet t'i ndryshojnë shkakun si që 20 vjet e u theq. Unë kam thënë, nëse kam një pikë dobësie në këtë fushat, një pikë ndërgjegje ose faji është se vërtet kam besuar. Unë e kam kërkuar 2017 votën për Visar Gani. Për shkak se 2016 BDI-a pësoi keq në çejër. Ishte bastion deri atëherë, edhe doli partia e tretë. Pas pesës së sapo formuar dhe LSDM-s. LSDM-ja në çejër doli e dytë, BDI-a e tretë. Edhe në 2017 ne duheshte ta fshehim kundër kandidatin tim aktual, ishte kryetar komune, mos ta nxjerrim në asnjë paraqitje publike, bile edhe në tubimin qendror në çajir, kryetari i komunës nuk ka marrë pjesë. Edhe dola unë e kërkova besimin. Njerëzit ma besuan mu, Visarin nuk e njihnin, edhe unë thoja njerëzve kam përfit derë në derë, si zonës kryeministër, edhe u thoja e ndryshojnë, e pranuam mesazhin tuaj 2016 se ishte qeverisje e keqe, edhe tash e bëjmë ndryshimin. Unë nuk e kam ditë që Visari ka a ka qenë pjesë e tyre, apo kam pas dhe një marrëveshje. Oj besova se vjen ndryshimi dhe një djalë pa bagazh politik do e bëndri.